Po patjetër sot ishte një ditë pikëllimi për familjen e presidentit Thaçi, për fshatin e tij të lindjes, për Drenicën dhe për mbar Kosovën. Dhe kjo ditë u prit në mes të shumë miqve që kanë ardhur enkas për ceremoninë e varrimit dhe ceremoninë e përkujtimit të Bacës Haxhi. Pra e tha edhe e ndriti shumë mirë në fjalimin e tij që në mungesë të Hashim Thaçit, sot këtu në Buroj ishte e gjithë Kosova, e gjithë Shqipëria dhe gjithë shqiptarët nga të gjitha viset e ndryshme ku ata jetojnë. Ishte një ceremoni madhështore ashtu siç e ka merituar Baca Haxhi, i cili tër jetën e ka pasur të mbushur me sakrifica të ndryshme, me dhembje të ndryshme, por duket se dhembja e padrejtësisë sistematike tash e 4 vite e rëndoi aq shumë saqë edhe ja mori jetën. Megjithatë, amaneti Bacës Haxhi padyshim është që drejtësia të vendoset në rastin e krerëve të UÇK-s dhe na mbetet neve të gjallëve, të gjithë atyre që punojnë në institucionet e Republikës së Kosovës, në parlament, në qeveri, i gjithë shoqërisë, që këtë amanet, i cili nuk është natyrisht vetëm i tij, po i gjithë popullit të Kosovës, ta jetësojmë në mënyrë që të parandalojmë këtë padrejtësi, e cila sot si asnjëherë më parë u bë e dukshme edhe në ceremoninë e varrimit, ku në këtë ceremoni mungoi presidenti Thaçi.